Ndërkohë Trump ka ndërprer edhe fondet e USAID-it në gjithë botën dhe përfshir këtu dhe Shqipërinë. Si mendoni, sa do të ndikojë kjo ndërprerje e fondeve sa i përket edhe reformës në drejtësi në Shqipëri? Pavarësisht se fondet kanë qenë të pakta për Shqipërinë, bëhet fjalë për reformën në drejtësi nga Shtetet e Bashkuara, rëndësinë më të madhe ka pasur mbështetja politike, si dhe ekspertiza. Për shkak të shpërdorimeve apo tjetërsimeve të projekteve të ndryshëm apo mbështetjes vetëm të një grupi personazhesh apo shoqatash të shoqërisë civile, u ndërmor edhe kjo masë për USAID-in në kuadrin tërësor të rishikimit të planeve, qoftë administratës, pra të burimeve njerëzore apo të fondeve. Ne tani jemi bërë të njohur me fonde që kalonin në mënyrë çuditshme nëpërmjet USAID-it, në shoqata që s'kishin lidhje fare, me veprimtari që nuk zhvilloheshin fare, me orientime të shoqatave që s'kishin lidhje fare me një sistem rasti konkret i drejtësisë, që përmendë, por që marrin dhe trajtojnë dosje gjykatës lartë në mënyrë të çuditshme pa pasur nivele ekspertize të njohur, pra duhet të jetë gjykata ajo që e bën dhe nuk mund të jetë një shoqat. Mirë, për shkak të lidhjeve me njëri tjetrin, padyshim edhe kur jenë në qeveri, kur jenë në pushtet, çdo lloj ambasade, çdo lloj shteti ka për fat keq ka më shumë të rëndësishëm stabiliteti se sa standardet, dhe në këtë kuadër krijohen të lidhjet e vogla që më pas quhen mbështetje e ndërsjellët mes aktorëve të ndryshëm të përfshirë ose ata që janë ndihmëtarë si konkret USAID-i. Kjo nuk do të thotë që kemi një korrupsion masiv të USAID-it, por që ka nevojë dhe është një veprim njerëzor mirë për rishikim tërësor të fondeve dhe veprimtarisë së USAID-it, sikurse të shoqatave të tjera apo po them organizmave të tjerë federal ose shtetëror brenda Shtetet Bashkuara, si dhe për reformën e drejtësisë që unë nuk besoj, siç është treguar, që mbështetja politike do të mungojë. Unë nuk besoj se do të mungojë edhe ekspertiza nëse kërkohet në mënyrë vetanake shtet me shtet pa jashtë programeve të zakonshme, apo siç kemi gardën në New Jersey që gjithmonë ka det, gjithmonë merr nga Shqipëria apo nga Kosova për trajnime. Unë nuk besoj që këtë këndvështrim financimi nëpërmjet USAID-it të reformës në drejtësi është aq i rëndësishëm se sa ekspertiza dhe mbështetja politike që mund vijë në mënyrë dyanshme pa futur USAID-in, pra nëpërmjet Departamentit të Drejtësisë apo Departamentit të Mbrojtjes apo forenzikës për raste të tjera kur mund të kemi nevojë për një shtyllë apo të FBI-s. Pra praktika që janë ndjekur më parë qoftë nëpërmjet tjetër porosive apo tjetër. Pra unë nuk besoj se USAID është pika kyçe apo obdati, natyrisht që ka qenë ndihmëtar i madh. Por ne kjo është një marrëdhënie mes dy shteteve që fare mirë në çast që ti ke nevojë për ndihmë, do e kërkosh, unë jam i sigurt që do jepet. Nuk ka pasur një rast që nuk është dhënë. Në rastin e politikës së Donald Trump, i cili po ndjek, po themi, një qasje të tërhequr sa i përket raporteve me vendet e tjera, a mendoni se do të zbehet apo do të forcohet mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj SPAK-ut? Jo vetëm ndaj strukturës posaçme antikorrupsion, por ndaj cili do institucion dhe veçanërisht ndaj shtetit, unë nuk besoj se do të ketë ndonjë tërheqje, mund të ketë rishikime të politikave, por tërheqje në thelb, pra në parimin e ekzistencës së kësaj strukture nuk do të ketë. Po tregohet që qoftë nga vizitat jo të rralla të shefit SPAK-ut në Shtetet Bashkuara apo të institucione të tjera, pra unë nuk e besoj që do të ketë mos mbështetje të SPAK-ut. Rreziku i vetëm që i vjen SPAK-ut është nga vetvetja. E kuptoj, e di fare mirë, edhe meqense kam punuar ca kohë si këshilltar nish në programin e përgjithshme, pra e kuptoj që është shumë e vështirë të lëvizësh edhe pa qenë i bindur tërësisht, pra pa pasur absolutisht të plot çdo lloj kornize ligjore dhe dokumentacioni për ta mbështetur këtë. Unë jam shumë i sigurt që askush nuk do t'ja përtoj kurrkujt, edhe nuk e përjashoj edhe një kohë shumë të shkurtër, që po i themi kështu popullor që t'i bjerë kokës cili do qoftë ai. Pra, ky është kuptimi i plot edhe një mbështetje që kanë, që është ajo e përmendur më herët prej meje, pra që është mbështetja politike, përveç asaj që është në ekspertizë. Pra nëse SPAK-u e ka të plot një informacion të provuar me mënyrat e tij, unë jam shumë i sigurt që nuk do t'ja përtoj kurrkujt, përsëris se jo edhe në kohë shumë të shkurtër.
Si e gjykoni arrestimin e kryebashkiakut Erion Veliaj nga struktura e posaçme së bashku me BKH-n, dhe a mendoni se ky arrestim është një reflektim edhe i ndryshimit të politikës amerikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë besoj më së pari që cili do që pretendohet nga strukturat që mbrojnë akuzën e shtetit ka kryer shkelje, duhet vjet përballë drejtësisë, cili do qoftë. Në ndryshimin e politikës penale, këtë mund ta thonë fare mirë ekspertët, qofshin prokuror, avokatër apo gjyqtar apo ish. A ka nxitime apo s'ka nxitime në arrestimin përpara daljes në gjykat, edhe kjo është një çështje që përket tërësisht reformës në drejtësi. Për fat të keq, ne harrojmë gjithmonë atë që ka ndodhur Bardhit dhe po i ndodh Denionit, dhe ne bëhemi më njëherë me Denionin pa harruar se njëjta gjë ka ndodhur edhe Bardhit. Pra nëse kemi një standard për gjithë, le të presim këtë politikë penale që për mua nuk është shumë arsyeshme, sepse ti ke plot rrugë për të bëj fjalë që në ndërtimin e reformës së drejtësisë, pra që të shmangësh me një arrestimin, cili do qoftë ai, po ta vësh përballë provave dhe më njëherë çfarë je bindur, vëri prangat edhe mbaroi, nuk e pra thelbi është që gjithkush duhet të jetë i gatshëm të përballet me drejtësinë dhe veçanërisht nëse ka vende për të përmirësuar kjo nuk mund të bëhet në mënyrë të njëanshme vetëm me një parti politike që merr flamurin se kanë bërë, ndërkohë që deri dje thoshe janë partnerët. Pra në kuptimin e përgjithshëm nuk është vetëm zoti Veliaj apo ish kryeminist Berisha, ish presidenti Meta, shpesh ka edhe unë vetë, shpesh kemi pikpyetje për mënyrat se si veprohet, kur mendon që ky veprim ka qenë pothuajse i ngjashëm në 3 rastet që përmendim, besoj që nuk është për të vënë kujë për një të fundit apo të një të mëhershëm apo atë të mesit, si për dy, për ish presidentin Meta dhe ish kryeministin Berisha u ndoi pak a shumë një praktikë tillë pavarësisht çështjes. Pra më njëherë u kapën, u kërkua arresti kur fare mirë ata nuk përbënin një rrezik të madh për pryshur provat. Pra nuk e di, kjo është politikë penale që duke mos qenë ekspert nuk e jap dot një mendim qartë, po në parim them që është mirë që edhe vetë doja që të ishte një dosje e kopsitur përfundimisht, dhe të mos kishim kohë për të thënë jo po u arrestua para kohës e pas kohë, po i vë prangat e çon gjykat dhe jep çelësa të edhe shëndet nëse ka bërë gjithçka në kundërshtim me ligjin. Kryeministri Edi Rama u shfaq i friksuar dhe në panik pas arrestimit të Erion Veliajt. A mendoni se ka ai radhën pas kryebashkiakut apo është thjesht një aktrim politik që po bën në këtë rast? A e ka radhën. Tani është një shprehje që vdekja nuk ka radhë. Unë do doja shumë që, siç e thash, cili do që pretendohet se ka kryer shkelje ligjore të shkojë te drejtësia. Ka një lloj sentence të pashkruar në drejtësi që kur jenë qeveri për shmangur çdo lloj ndikimi, përveç rasteve të flagrantës, zakonisht nuk bëhen veprime të këtilla, nuk është se ka. E keqja është që këto veprime mungojnë dhe këto veprime duhen bërë nëse i prokuror është i bindur dhe e ndërton një akuzë plotësisht faktuar dhe të provuar, dhe pavarësisht statusit që ka individi. Tani ti pse kryeminist apo pse president nuk do të thotë që të shish dhe të shfrytëzosh këtë post, qoftë autoritetin, nuk po them vjedh ose zgjedh.